Vdes në moshën 101 vjeçare i burgosuri më i vjetër në Shtetet e Bashkuara, i shpëtoi 8 herë ekzekutimit. Francis Clifford Smith, i cilësuar si i burgosuri më i vjetër në Shtetet e Bashkuara, ka ndruar jetë më 25 qershor 2026 në moshën 101 vjeçare, pasi kishte kaluar rreth 7 dekada pas hekurave. Jeta e tij mund të kishte përfunduar shumë më herët. Smith ishte dënuar me vdekje në vitin 1950 në moshën 25 vjeçare për vrasjen e një eroje nate. Ekzekutimi u shty 8 herë, ndërsa në vitin 54 dënimi u shënduar në burgim të përjetshëm. Smith mohoi përgjithmonë përfshirjen në vrasje. Dyshimet mbi fajësinë e tij u shtuan pas disa dëshmitar u tërhoqën dhe një person tjetër pranoi se kishte kryer vrasjen. Pavarësisht dënimit, Smith kaloi rreth 70 vjet në burg, duke u bërë personi që ka kaluar më shumë vite pas hekurave amerikane. Gjatë kësaj periudhe ai u lirua përkohësisht në tërë rastin. Në 67-ën u arratis dhe qëndroi lirë për 12 ditë. Në 75-ën kaloi natën e Krishtlindjeve në shtëpi përpara se të kthehej në burg. Po atë ditë, një vit më vonë, në 75-ën u lirua me kusht, po arrestua sërish pas 10 muajsh për posedim arme. Në burgun Osborne në Connecticut, Smith njihet për kujdesin që tregonte ndaj zogje. Pas dekadash në burg, Smith refuzoi për vite me radhë mundësitë për lirimin me kusht. Vetëm në vitin 2020, në moshën 95 vjeçare, ajo u lirua dhe vendos në mbikëqyrjen e një azil pleqsh. Historia rikthen në vëmendje numrin e të moshuar në burgjet amerikane. 1/3 e tyre është mbi 55 vjeç.